Të ndëruar, mirëdita, fillojmë me preskonferencën e sotshme të ministrit doktor Venko Filip, që kemi më shumë pyetje nga ana e gazetarëve, të cilët do të jap pas fjalimit të tij përgjigje. Ju falim të ndëruar përfaqësues të mediave, të ndëruar qytetarë, më lejoni të njoftoj lidhur me gjendjen e të infektuarve përgjithësi koronavirus në vendin tonë. Gjatë 24 orëve janë regjistruar 12 raste me koronavirus në qytete, pra në Shkup 7 dhe Kumanov 5 raste. Me këtë numri gjithsej i pacientëve të diagnostifikuar me këtë virus deri në këtë orë, 12 ora, është 148, me çka një është shëruar dhe 2 kanë vdekur sipas vendbanimit të tyreve. Deri më tani raste me Covid virus Shkup 88, Dibër 44, ku një ka vdekur, Kumanov 8, një ka vdekur, Shtyp 7, Kavadar 2, Gostivar 2 dhe në klinikën e infektive mentalisht kemi 29 persona që shërohen, nga prej tyre një pacient është në gjendje e rëndë, domethënë me makina respiratore. Pa ndryshim, gjatë ditëve të kaluar 6 pacienta janë me pamje më e rëndë klinike, por ende nuk kanë nevoja për aparati respirator. Në mënyrë ambulance janë kontrolluar 7 pacienta, kemi marrë një bris në pajtim me të dhënat nga pacienti, kemi pranuar 3 paciente për trajtim hospital dhe 3 pacienta janë në shërim shtëpiak. Nga sot Instituti për Shëndetin Publik me plan do të zbatohet testime për të gjithë personat që ishin në kontakt të mjekje nga, dhe më thënë, ato personi janë në izolim dhe ta mos ketë nga rkim në laboratori që po punoje momentalisht edhe për testet e tjera nga pacientet e tjerë nga tërë vendin. Këto njerëz do të testohen në disa cikluse. Në Kumanov është bërë komunikim intenziv me personat që përveç njerëzit që janë të diagnostikuar me koronavirusën, me pacientën e vdekur, dhe tani për tani asnjë tjetër nga familja e saj nuk ka simptome. Më lejoni që të sqaroj edhe disa gjëra në pajtim me pyetjet që arina gjatë 2 ditët e kaluara. Raporti për transfuziologjinë Auhar është i mbyllur për shkak se personeli kishte kontakt me person si atje ishte si pacient dhe ka ardhur përmes sistemit terminim dhe pas ditë disave ky personi kishte simptime dhe tani definitivisht i dimë se ka koronavirus, dhe në pajtim me kontaktin që e kishte pacientin me të gjithë të punësuar atje, edhe pse ato nuk janë në rrezik të lartë, kishin vendim nga epidemiologët, domethënë të gjithë 10 persona të punësuar, mjekat edhe infermerierët, edhe personeli ndihmës teknik që të jenë në izolim shtëpiak. Është ndërmarrë shërbimi për transfuziologjisë në repartin i cili ndodhet në spitalin special Shënaumi, pra në këtë Ohër nuk është e rrezikshëm, pra po funksionon kjo. Një pjesë e grupeve të gjakut, e cila vërtetohet me sistemin e mjekësisë, me të cilat shumë vite punon në institucionin e medicinës transfuziologjike në koordinim me Institutin e Shkupit. Kanë mbaruar këto kontrole edhe në spitalin e Kavadarit. Asnjë nga personeli, mjekët dhe infermerierët, si dhe ai personeli teknikës, si dhe pacientët të psikiatrisë nuk kanë test pozitiv, sipas kohës që kanë pasur kontakt. Pra për një pjesë të tyre ka një
rezultat definitiv, ndërsa për ato persona që është e nevojshme të kalohet më shumë kohë, duhet të pritet dita e 14 që të kryhen këto testime. Reparti është mbyllur, është kryer dezinfektim i tërë dhe pastrimi i protokollet si dhe qendrës lokale si dhe institutit shëndetësor dhe pjesa tjetër e spitalit punon edhe me pacientët edhe me programin operativ si dhe reparti i ginekologjisë dhe akushërisë. Në Spitalin e Kumanovës dje është punuar intensivisht, bëhet fjalë për epidemiologët lokale në qendrën e shëndetit publik, pra janë bërë intervistë dhe për ato kontaktet të para dhe të dyta, të gjithë këto që kanë të bëjë me pacientën e vdekur, ka të diagnostifikuar 5 persona pozitiv, pra pacient nga prej tyre 3 janë punonjës shëndetësor, 1 është mjek dhe 1 infermiere dhe 2 infermiere. Është analizuar detajisht familja sa i përket kontakteve ose udhëtimeve jashtë vendit dhe njerëzit të cilët kanë qenë në vende të huaja, duke marrë parasysh se rezultatet po i presim gjatë ditës, ndërsa deri më tani janë marrë 63 brisë, ashtu siç edhe personelit mjekësor, ashtu edhe antarëve të familjes. Sipas këtyre rezultateve do të bëhet plan i tërë spitalit sa i përket funksionimit të reparteve. Ne sot në seancën e qeverisë kemi sjellur edhe vendime plotësuese sa i përket qytetit të Kumanovës. E para është ndërprehet transporti ndër qyteteve mes Kumanovës dhe qyteteve të tjera, pastaj ndërpritet transporti publik në Kumanovë, jipet rekomandim që të mbyllen të gjithë shitoret në qendra tregtare, të cilët nuk janë, por janë format qendrave tregtare, pra për shkak se këto nuk janë ndonjë objekte të mbyllura dhe kemi pasur vendim sipas Institutit për Shëndet Publik në varësi të lëvizjeve, por edhe rajonit të Kumanovës, sepse një nga e infermierave pozitive jeton në Kumanovë. Konsiderojmë se me këto masa plotësuese dhe ndërprerja e këtyre lidhjeve ka një shansë serioze që të ndalohet shpërndarja e virusit. Më lejoni të informoj për sistemin i cili funksionon për caktimin e testimeve përmes mjekëve AM ose sistemit moj termini im. Nëse pacientët kanë simptome të cilat tregojnë të kësaj sëmundje të cilën mund të jenë nga koronavirusi, ato kanë të dhëna epidemiologjike, mund të lajmërohen në telefon tek mjeku AM, që pasi ti bëjë këto algoritmin telefonik sa do t'i jepet rekomandim sa mund të caktohet apo jo për test, atëherë kjo do të bëhet te pikat ku kemi 14 pika në vende ku mund të merret brisë dhe ky material mund të dërgohet te instituti, laboratoria e Institutit për Shëndet Publik. Pa caktim termini nuk do të mund të shkohet te këto pika. Kjo do të bëhet me qëllim që të bëhet një rregull, një rend i mirë, sepse mund të ketë persona në poliklinikat, pra këtu në Shkup është poliklinika Jan Sendovski, që të largohet këto turma e njerëzve që mund të mblidhet te këto klinika. Sa i përket masave të djeshme të cilat i ka miratuar qeveria në seancën e djeshme, kemi miratuar restrikte të sa i përket lëvizjes, pra ndalohet lëvizja e qytetarëve prej orës 21 deri në 5 të mëngjesit, personave prej 67 vjeç është lejuar mbi 67 vjeç
67 vjetë, u lejohet deri në ora 19 të lëvizin, ndërsa personat që janë 9-18 vjetë mund të lëvizin nga ora 12 deri në ora 21. Kjo bëhet me qëllim që këto dy grupe të qytetarëve, njëra është si shumë me rrezik të lartë, ndërsa grupi tjetër është që mund të mbatër të virusit dhe që në këtë kohë mund të kryejnë nevojat për blerje në për supermarkete, në për banatore, që të kenë që të mos kenë ndonjë kontakt të afërt. Sa i përket masave plotësuese, gjatë seancës së ardhshme të Komisionit për sëmundje infektive do të bisedohet për modelimin e mënyrës për gjatë kohës së vikendit, si edhe një informacion që dua ta jap se sot në takimin e Komisionit për pyetje etike në Agjencionin e Barnave Malmed është miratuar kombinimi i terapisë të pacientëve të sëmurë nga koronavirusi, kombinimi i cili e përmban barnën, hidroklorkinin dhe azitromicinë, i cili është treguar efekte në shumë vende dhe në shumë pacientëve nga nesër. Kjo do të jetë aplikuar të pacientëve të cilët po shërohen tek ne edhe të kushtet spitalore dhe shtëpiake duke pajtuar me mjekun, sepse kjo duhet të shihet gjendja klinike e tyre dhe pastaj duhet të jipet një grupe të caktuar, jo të gjithë pacientëve. Ju faleminderit ministër. Pra filloj me pyetjet e gazetarëve. Si është gjendja e 3 personave të prekur me koronavirus në Ohër? A janë në vetë izolim ose janë testuar persona që kanë pasur me këto? A keni numër të sa janë persona në vetë izolim? Gjendja është e mirë, ato persona në Ohër kanë një pamje klinike të lehtë dhe në izolim janë vendosur 10 persona të cilët ende nuk ka kaluar koha për inkubim dhe sipas kësaj do të bëhet testim pasi të kalojë kjo periudhë. Në raportin e Institutit për Shëndet Publik thotë se pra mosha të prekurve është prej 2 deri ky fëmija është diagnostifikuar me koronavirus dhe si është prekur ky fëmija. A ka edhe të sëmurë të familjes së saj? Pra këtu në Shkop është infektuar lokalisht dhe njëjtë është në Shkup, edhe prindi edhe fëmija kanë rezultate pozitive me koronavirus sipas brisëve dhe këto janë në pamje klinike të lehtë. Pra kjo pamje është shumë e lehtë dhe janë në shërim shtëpiake. Në lidhje me vendimin e qeverisë, mund të na tregoni precise me cilat si do të lidhen marrëveshjet këto me Fondin e Sigurisë Shëndetësisë? A këto teste në klinikën Zhan Mitrev do të jenë me pagesë falas apo do të jenë të përfshira edhe të gjitha shtëpitë tjera shëndetësore, jo vetëm me këtë spital? Sot laboratoria e Institutit për Shëndet Publik ka vënë kontakt me të gjitha laboratoritë të cilat kanë kapacitet të kryejnë këto teste dhe se cilat kanë pajisje përkatëse për bërjen e këtij teste. Kemi përmendur Institutin Veterinar, Spitalin Zhan Mitrev edhe 3 të tjera institucione. Pasi të vërtetohet se metodologjia mund të bëhen këto dhe se rezultatet janë valide me qëllim që të rritet kapacitetet, do të lidhen marrëveshje me të gjitha ato që do të vërtetohet se është sipas protokoleve të punës. A shoferëve të Vardar Express të cilëve u kufizohet pra ju është dhënë udhëzime për izolim, a ka në sigurim vend izolim, sepse pasi që të kthehen në shtëpi mund të infektojnë personat e familjes? Të gjithë ato që punojnë me potencial me persona të infektuar ose pacientë kanë pajisje mbrojtëse dhe kjo është një rekomandim për të gjithë kompanitë, ashtu siç edhe kompanitë e mëdha, ashtu si hali salit edhe shoferët të cilët po mbartin
udhëtarë. Çfarë bën të sëmurit me koronavirus që janë në shërim shtëpiak, ndërsa vetë punëdhënësit thonë pra shumë prej tyre janë në kompanitë që janë infektuar dhe ato nuk janë vetë në faj. A janë në kurim shtëpiak apo në spitale, kjo nuk bën asnjë dëllim sepse janë ato në fazën e shërimit dhe duhet të respektohet e drejta e tyre se duhet të shërohen dhe ato nuk janë të detyrueshëm të shkojnë në punë. Në seancën e sot është miratuar dekreti gjatë kësaj gjendje së jashtëzakonshme, cilat institucione të cilat kryejnë atë terapinë intenzive që do ta mund ta kryejnë në pjesën se që u është dhënë informacione punonjësve shëndetësorë. A do të lidhni marrëveshje me këto institucione, me çka do të shihen shërbimet shëndetësore, me çka do të kryen këto vlefshmëria e këtij dekreti sipas rregullës të detyrueshme? A mund ta tregoni më precize këtë dekret? Ne kemi bërë një algoritëm të lëvizjes dhe progresionit të numrit të krevetave që kemi në institucionet tona dhe për kapacitetin spitalor. Kapaciteti i parë është klinika për sëmundje infektive, atje kapaciteti në këtë moment është mbushur rreth 25%, ma te institucioni tjetër është spitali 8 shtatori, ku ka edhe raporti infektiv dhe raporte të veçanta për shërbimet të tjera shëndetësore, por nëse kemi nevoja për shërim me makina respiratore, për të cilat mund të konsiderojmë dhe në këtë moment ka kapacitet në spitalet private. Deri më tani kemi oferta nga Euro Italia dhe Jean Mitrev dhe kjo do të vlen deri në momentin e gjatjes së situatës jashtëzakonshme. Domethënë nëse plotësojmë ne kapacitetet ton shtetërore, nëse kemi nevoja për kapacitet privat, ne do të bëjmë këtë. Domethënë fondi në këtë mënyrë do të mund që ta lidh një marrëveshje me atë institucion privat, një nga 3 institucionet ose me 3 institucionet në pajtim me nevojat që të shërohen këto paciente, ekskluzivisht vetëm për këtë paciente, domethënë që kanë koronavirus, dhe kjo do të vjen vetëm gjatë situatës së jashtëzakonshme. Me këtë dekret ne rrisim kapacitetet shëndetësore brenda institucioneve tonë shëndetësore. Dhe unë shpresoj se nuk do të kemi nevoja për kapacitete shtesa dhe nëse mbyshim të gjithë kapacitete shëndetësore, atëherë do të përdorim kapacitete private. Nga ku janë testet që shfrytëzohen në vendin dhe nga ku do të furnizohen testet në të ardhmen, a kanë sensibilitet më të yllët? A keni vlerësuar nga organizata shëndetësore botërore për këto teste të cilat ne po i shfrytëzojmë në përqindje, edhe pse dimë se asnjë test nuk është 100% sensitiv sa janë ato që po i përdorim. Të gjitha testet janë të unifikuara, kanë sensitivitet të lartë, asnjë test 100%, pra testet që po i përdorim janë gjermane, të cilat duhet i përmbush këto teste të shfrytëzohen për këto laboratori, për këto qëllime, sa i përket pacientes në Kumanov, pra për fat të keq që bie tek përqindja e vogël e rasteve të cilët nuk e ka dektuar dhe sipas brisit që jo është të marrë, duke pasur parasysh se çdo test ka ndonjë fotografi të gjakut, pra për ato kjo bie një numër i vogël i përqindjeve të testeve, nga kjo sensitivitet që nuk është 100% i saktë dhe nuk e jep rezultatin e saktë. A mendoni se screeningu masiv është i mirë? A mendohet për një screening masiv, sepse shumë vende kanë mundur këtë dhe mund të ballafaqohen me situatën, ka treguar se rezultate të mira dhe të presin përgjigje, a mund të bënë edhe këto tek ne?
Kjo është një pyetje shumë e mirë. Ne kemi diskutime çdo ditë në komisionin për sëmundje infektive dhe dua të them se praktikisht ne zbatojmë një formë të screeningut masiv. Kur flasim për screening masiv për qasje tek pacientët për mënyrën e testimit, këto teste të cilat janë me sensitivitet të kyç, kjo është 100%, pra këto janë që i kemi ne dhe testet të cilat janë që i detektojnë virusin, pra bëhen këto nëse ka të dhëna epidemiologjike, për shkak se konsiderojmë se edhe shumë vende konsiderojnë se nëse bëhet atje ku ka hapësirë për gabime, atëherë mund të jep rezultate negative dhe për atë mund të aprishë këtë pamje e kliniket të tyre. Për atë këtë dua të sqaroj se këto janë teste se nuk e detektojnë virusin, por kush e ka stimuluar këtë virus, këto janë rreth 80% që në kushte kur kemi zbatuar masa të rrepta të izolimit karantin, nuk mund të zbatohet kjo është konsiderate Komisionit për sëmundje infektive, kjo është eventualisht tek pacientët se që i vuajnë nga një formë më të lehtë dhe nuk janë sensitive në përqindje të lartë, mendoj se nuk do të jep të dhënat e sakta, vetëm se duhet të ketë përjashtime përqindje të mëdha të gabimeve, e cila mund të na udhëheqë në drejtim të gabim. Mënyra e testimit, forma e tillë të cilët e zbatojmë ne është me ankete epidemiologjike, me karantinë dhe vetë izolim të detyrueshëm dhe duke i parë të gjitha kontaktet e tyre që i bëjnë. Pra ne këtë e bëjmë në fillim këtyre që janë identifikuar, pra ne kemi vepruar me të afërmit e tyre, me çfarë kanë kontaktuar, sepse ne tani po i presim rezultatet e tyre. Nuk mund të testohet një pacient i cili është potencialisht në periudhë derisa zgjat koha e inkubimit, sepse kjo teoretikisht është rezultati negativ deri në ditën 13-14, deri në ditën e 12-13, ndërsa kjo mund të dalet deri në vitën e 14. Pra masat e rrepta është ndalimi të gjithë komunikimeve dhe testimi pasi të kaloj. Kjo periudha e inkubimit është koha më e caktuar dhe ku jep rezultatet më precize deri në shumë vende të botës. Nëse flasim testim masiv, flasim për këtë. Pra askush nuk ka bërë screening testim masiv të gjithë popullatës 100% të sigurohet, pra të tillë diçka nuk ekziston dhe kjo mund të jep rezultate të gabuara. Sa terminet për testimin e koronavirusit janë caktuar nga ana e mjekëve am për këto ditë, pra 125 persona janë lajmëruar deri ditës së sotshme, janë mbushur terminet për këto 2-3 ditë sepse arrin një numër i madh i testeve, po e vendosim edhe një model të ri që nga nesër fillon të provohet dhe do të jetë në funksion për testim mobil. Tani ekipi është njoftuar dhe do të merren një sasi e madhe e brisëve atje ku nuk do të mund të kryhet, ku janë caktuar në mjekët am dhe atje janë terminet e plotësuara, atëherë do të bëhet një ndryshim e personave që janë në shtëpi ose pacientëve. Ju faleminderit, përgjigjemi të gjithë pyetjeve të mediave. Deri më tani masat restriktive keni ndërmend të ndërprerni transportin ndër qyteteve ose atë hekurudhor dhe a munden që të vendosen në karantinë këto? Pra këto janë disa masa që qeveria i ka miratuar për Kumanovë, pasi të dhënave epidemiologjike dhe realacioni tyre dhe ku janë prekur punonjësit shëndetësorë, një prej tyre jeton jashtë Kumanovës, duke pasur parasysh numrin e mëdha të analizave, prej tyre 60 po i presim
deri më tani mund ta presim fotografinë e tyre më të qartë. Mendoj se duhet të ndërpriten komunikimet e Kumanovës me të gjithë qytetarët, sepse këtu duhet të zbatohet një masë e karantimit Kumanovës, siç ashtu e bërë me Dibrën, sepse ka një bartje lokale. A ka 7 zëna ku udhëtojnë qytetarët e Maqedonisë dhe si janë kushtet për ata gratë 7 zëna? Nuk besoj se nuk ka 7 zëna dhe kjo do të shikohet sipas mendimit ginekologjike. A maska mbrojtëse ose mallrat rezerva do të jenë për barnatore, sepse ky prodhim duhet të jetë detyrueshëm për rezervat e vendit. Ne kemi një rezervë të madhe në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, kemi 20.000 maska mbrojtëse dhe këto janë masa mbrojtëse për të gjithë institucionet. Është e saktë se tregu botëror ka numër më të vogël të maskave, por çdo institucion sipas vendimit të qeverisë duhet të furnizojë punonjësit me materiale mbrojtës. Kam pyetje për zëvendës ministrin Arslani. Zëvendës ministër, një person me simptomat të koronavirusit, vetë mjeku am rekomandon të testohet, ndërsa ato nga Shëndetësia Publike thonë se temperatura nuk do të thotë që janë të prekur. As qytetarët që dyshojnë këtë mund të testohen dhe nëse ndodhet në këtë situatë çfarë të bëjnë? Ju faleminderit për sqarim. Nëse qytetarët kanë një nga këto simptomat dhe këto janë kollitje e thatë, frymarrje e rëndë, temperatura dhe ethet të lajmërohen te mjeku am. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që të largon kontaktet, që të ruajnë shëndetin e tyre dhe shëndetin e qytetarëve të tjerë, të lajmërohen. Këto duhet në telefon dhe sipas mjekut am duhet të plotësojë një protokoll prej disa pyetjeve, rreth 10 pyetje, sipas një algoritmi të dhënë, dhe apeloj që të jipen informacionet e sakta. Sipas kësaj, do të bëhet një analizë epidemiologjike se a duhet më tutje të kemi testim tek qytetari me simptoma apo jo. Dhe në bazë të kësaj, mjeku am jep rekomandime në cilën nga pikat e rajonit ku ndodhet qytetari të bëhet ky testim ose jo. Ky testim do të zhvillohet sipas caktimit përmes mjekut am. Termini im që të largohet duhet të hiqet nga transporti publik, të mbaj maska dhe doreza dhe më tutje në bazë të kësaj të rezultateve në kontakt të vazhdueshëm me mjekun am ose mjekët të klinikës infektologjisë dhe infermiere do të jetë me një kontakt të vazhdueshëm të dijes se çfarë më tutje me pacientët, a do të shkoj ai në klinikën e infektologjisë, a do të qëndroj në spital apo shërim në shtëpi. Nga ana tjetër ka edhe telefon falas në Ministrinë e Shëndetësisë ku qytetarët mund t'i marrin të gjitha informacionet në lidhje me koronavirusin. Për të dhënë një informacion të plot, do të theksoj që qytetarët të cilët kanë njërin nga simptomet, që është një kollë e thatë, është një temperaturë ethe ose do të kenë vështirësi në frymarrje, të evitojnë shkuarjen e tyre në spitale dhe në ordinancat e mjekëve am, por të paraqiten në linjë telefonike tek mjekët am të cilët kanë marrë një përgjegjësi për të dhënë informacionin e duhur. Në bazë të kësaj, qytetarët
do të japin përgjigjet e duhura, të cilët do të parashtrohen nga mjekët am në bazë të një protokolli dhe një algoritmi i cili përfshin deri në 10 pyetje. Apeloj që qytetarët të japin përgjigjen e duhur për shkak të seriozitetit në qoftë se do të duhet të bëhet testim në të dhënat e duhura. Në bazë të kësajt, mjekët am do të japin mjekët am do të japin udhëzimin nëpërmjet sistemit termini im dhe në këtë rast do të ritheksoj që qytetarët të evitojnë transportet publike, të mbajnë maska, të mbajnë doreza dhe në bazë të rezultateve më tutje të cilët do të miren, do të shohim në qoftë se ato do të bëjnë një mjekim në klinikën infektive në Shkup ose po në spitalin përkatës ku ato ndodhen ose do të jenë në një mjekim në shtëpi. Në bazë të kësajt do të ritheksoj se do të jenë në kontakt të vazhdueshëm me mjekët am, por gjithsesi edhe me motër ose me mjek nga klinika infektive në Shkup. Kemi edhe një numër telefoni pa pagesë në Ministrinë e Shëndetësisë, në të cilën qytetarët mund të kërkojnë dhe do të marrin informacionet e duhura në çdo kohë në lidhje me situatën e paraqitur nga koronavirus. Vi благодарам. Ju faleminderit. Kjo kishte fjallimi i doktor Venko Filip që kemi ma shumë pyetje që janë përgjigjur, por nëse na arrin edhe pyetje gjatë preskonferencën për shtypjen do ta japim përgjigjen në mënyrë elektronike. Faleminderit.